Sali Berisha e konfirmoi, do të rikandidojë për kryetar të Partisë Demokratike në maj. Jo vetëm kaq, ai do të rikandidojë, siç e tha vetë, me statusin e rithemeluesit. Kjo në kushtet kur në fakt rithemelimi i tij ka vdekur. Në një fjalim të tij në vitin 2021, Sali Berisha pohon pa equivoke se nëse një kryetar i PD-s humbet zgjedhjet, pas një diskutim shtesë, ai quhet i shkarkuar. Por sot, 10 muaj pasi humbi në mënyrë katastrofale zgjedhjet në 11 maj, Sali Berisha thotë se do të rikandidojë pasi sipas tij zgjedhjet janë vjedhur. Them sipas tij pasi vetëm sipas tij ka ndodhur diçka e tillë në 11 maj. OSBE, ODIHR, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian, Shtetet e Bashkuara njohin si legjitime qeverinë aktuale dhe shumicën për cilën votuan shqiptarët në 11 maj. As pak, me gjithë patericat që i ka dhënë plakut Biçidolit, nuk ka arritur të na bindë se në 11 maj ka patur një strukturë të organizuar për të vjedhur zgjedhjet. Por në këtë kohë paradoksesh, kur në rastin më të mirë, hajduti është më i rrezikshëm se vrasi, Sali Berisha e ka të lehtë të tentojë mashtrimin e tij të fundit, të bashkojë jetën e Partisë Demokratike me jetën e tij biologjike. Sepse në moshën e tij biologjike 82 vjeçare tashmë nuk ka asnjë dyshim. Partia Demokratike jeton sa kohë jeton Sali Berisha. Merr frym sa kohë merr Sali Berisha. Është e kotë për radhën e gjatë të mëtojnësve si Jorushi apo Bardushi, të cilët po bëjnë çmos fizikisht dhe shpirtërisht nga Hotel Rogner dhe deri në Strasburg, që të binin europianët se në Partinë Demokratike ka jetë edhe pas Sali Berishës. Jo, nuk ka. Dhe përgjigjen do ta marrin ditën e diel, kur sërish do të ngrehen flakadanet e Molotovët, kur Partia Demokratike do rivaros klimën e paqes dhe do shpalos jataganët falso të një betejë imagjinare. Dhe në vend të bukurisë joshse politike të Joridës, do shkëlqejnë cepat e kokës së Fariut Junior. Sepse në Partinë Demokratike të dielën do festohet vdekja e moderimit dhe do festohet jo rithemelimi, por ngjallja e radhës e shpirtit të vdekur të Gazidedes. Partia Demokratike e ka tashmë të ndaluar me ligj natyror të jetojë pas Sali Berishës. Pas tij mund të ndodhë qameti, por asgjë më shumë se kaq. E pra nuk duhet ishte kështu. Partia Demokratike jeton sot fal shpirtit rebel të shqiptarëve që kur nuk u dorëzuan edhe përballë me Roxhës. Partia Demokratike lindi si alternativë ndaj mungesës së lirisë, ndaj mungesës së frymëmarrjes, ndaj mungesës së ushqimit dhe demokracisë. Por sot ajo është vetëm alternativa më e keqe edhe e demokracisë së brendshme, edhe mungesës së lirisë dhe për më keq, megjithëse socialistët janë në pushtet për 13 vjetësh, edhe alternativa më e keqe e korrupsionit. Po përse vallë? Shumë tonë se faji është i Sali Berishës. Sigurisht në pjesën më të madhe, po. Po si ka mundësi që sot me të janë në ujdi edhe elementet më liberal të saj, gjekmarkaj, tabaku, dhe deri tek liberali Gazbardi. Për këto të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Regjistor. Me mua sonde në program janë Ibsen Elezi, mirëmbrëma Ibsen. Rezark Thupi, mirëmbrëma Rezark. Klogert Muça, mirëmbrëma Klogert. Dhe Roland Beko, sërish. Beko, faleminderit që jemi me mua sonde dhe me kolegët e mi. Por ndjekim fakt fillimisht çfarë tha sot Sali Berisha, i cili hoqi çdo dyshim. Në maj do të jetë ai kandidati, në kur themi kandidati, do të jetë ai fituesi i garës, ta diskutojmë çfarë gare, për kreun e ri të Partisë Demokratike.